Mirënjohje nacionale për arritjet e larta në sport u ndan në sallën solemne të qeverisë. 22 sportistë, përveç plaketës, do të marrin dhe pension mujor të përhershëm në shumë prej gjysmë deri në 1 herë gjysmë paga mesatare mujore, e paguar në Maqedoni në vitin paraprak. Не го правиме ова од куртоазија, туку од силно убедување. Од уверување дека државава, ако не ги цени своите спортски херои, полека ја губи и својата душа. Државата не сме и нема да го заборави никого кој што донеле слава и чест и ја промовира листата. Овие 22 признанија се само почеток. Por asnjë prej këtyre 22 emrave nuk ishte shqiptar. I pyetur për këtë, kryeministri Mickovski shpjegoi se bëhet fjalë vetëm për sportistë që kanë luajtur në sporte kolektive. Немаше, освен овие кои што ги видовте денеска, нема други имиња кои што освоиле Лига на шампиони или Евролига. Mëtej, Mickovski theksoi se në sportet individuale, rezultate të këtilla të larta dhe që janë shpërblyer me lloj të këtill të pensionit të përhershëm, nëse shihet me përqindje, 47% janë maqedonas, mbi 20% janë shqiptar dhe pjesa e mbetur të tjerë. Јас сум убеден дека набргу денеска ќе имаме и нови вакви јунаци, без разлика дали се македонци, дали се албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци или останати македонски државјани, кои што ќе ја промовираат својата држава и во индивидуалните спортови, но и во kolektivните sport. Ndryshe, me çmimin nacional për arritjet e larta në sport, u nderuan Goran Pandev, Darko Pančev dhe Ilja Najdovski në futboll, Petar Naumovski, Pero Antish në basketbol, Kirill Lazarov, Stojan Çestoilov, Vlado Nedanovski, Petar Angelov, Marko Kizic, Marko Mishevski, Martin Popovski, Valentina Radulović, Elena Gjorgjevska, Indira Kastratović, Gordana Naceva, Mirjana Čupić, Mileva Velkova, Angela Platon, Larisa Kiseliova, Elena Zlatanovska Muratovska dhe Klara Boeva në handball.